një titull grup letrash që kanë mbritur tek surpriza e tij. Marsida Mustafaraj, kam kaluar vështirësi nga më të ndryshmet, vdekje, dhunim, përbuzje, lot. Zemra më gëzua kur njoha bashortin tim dhe kur solla në jetë vajzën time. Nuk dua të lexoj më shumë. Kalojmë tek letra tjetër. Lorina, përshëndetje, ju uroj punë të mbar. Do doja shpreh unë një kërkesë. Do doja një trajtim sepse jam në re, mbi peshë, kam 2 vite që vuaj nga diabeti, tip 1. Dhe një letër e tretë. Quhem Suela, jam 17 vjeç nga qyteti i Korçës. Vuajtjet e mia filluan nga një koment i një shoqes time të klasës, më tha që isha shëndoshur shumë. Vendosja të ndiqja një dietë që nuk ishte e shëndetshme, ndërkohë që vuaj nga bulimia, anoreksia aktualisht, edhe dua ta hedh pas të eksperiencë të keqe, e të tjerë, e të tjerë. Janë 3 histori. I bashkon fakti që kërkojnë një trajtim. Historia e parë. Normalitetit. Jam një vajzë e cila vuaj nga bulimia dhe anoreksia për humbjen e peshës shumë shpejt. Më ndihmoni të arrijë sërish normalitetin në jetën time. Më ndihmoni të jem sërish e shëndetshme, që të mund të bëj një jetë ku anoreksia dhe bulimia të mos më vrasin më. Dua ta hedh pas këtë eksperiencë të keqe, të shërohem plotësisht, mos të kem frikë të ushqihem normalisht. Suela Takon nuk është emri i saj i vërtet. Vajza ka vendosur të mbetet anonime. Ishte historia e saj. Ndërkohë që 2 historitë e tjera do t'i tregojmë tu, Marsida dhe Lorina. Marsida dhe Lorina. E para njëherë, duhet ta them, kam këtu 2 burra të bukura. Se si po kufizoni ju më pas bukurin, kjo është çështje tjetër. Dakor, Marsida, po fillojmë me ty. Na ke shkruar, e di që ti ke një problem shëndetësor. Cili është? Unë kam problem me kockat. Kam gati 7 vjet që kam filluar të shtoj peshë dhe ky problem më ka dhënë edhe dhimbjen e kockave. Por nuk mjafton vetëm dhimbja që unë ndjej në shpirt edhe në fizik, por më dëshpëron edhe komentet që më bëjnë njerëzit në rrugë ose nuk të kursejnë. Nuk të kursejnë. Edhe pse jam nënë një vajze të vogël 7 muajshe. Të shqetësojnë komentet megjithëse di që nuk janë ata njerëzit që bëjnë jetën tënde. Më shqetësojnë, sido që të jetë edhe ai që nuk është perfekt, prap do flasi keq për një person që ka mbi peshë, sido që të jetë. Dhe ne ta vetëm fundin e historisë, sepse ti në letrën tënde ke shkruar për lot, dhimbje, abuzim. Me që kam kuptuar nuk e patur jetë lehtë. E kam pasur një jetë shumë të vështirë, sinqerisht. Por njohjen me bashortin e ke cilësuar si momentin më të bukur të jetës. Ajo është, edhe lindja e vajzës time me emrin Amaris. Amaris! E pash me jetë, sa vjetë? Është, ka hyrë për 7 muajshe. 7 muajshe? Po, kam të vogël, faleminderit. Unë nuk dua të ndalem tek pjesa e parë jetës tënde, vështirësitë, problemet. Natyrisht që ti sot kërkon të shpëtosh nga këto komente, që janë e dyta arsye. Arsye e parë do të ndihesh mirë ti vetë, sepse shëndeti është kryesori. Sepse kam një fëmijë të vogël, e cila do shërbim nga mëngjesi deri në darkë, ka raste që duhet të çohem edhe natën,
por ndihem keq edhe është bashorti që më ndihmon. Ka gati 2 muaj që çohet ai në vendin tim, sepse unë nuk mundem, kam shumë problem. Dua të ndihem mirë me veten, të vishem edhe të them vetes me sa e bukur që je, pavarësisht se në fytyrë jam, domethënë nuk e mohoj. Ti je si kungull. I ngjaj mamas. Si kungull. Pastaj jam e bindur që bashorti ta thot gjithmonë, por mua je më bukur në botë. Ai gjithmonë më ngrej lart. Sido që të jetë unë të them të drejtën, kam 7 vjet që hedh vetëm lot për këtë arsye, sinqerisht. 7 vjet që i them atij jam kështu, jam ashtu, gjithmonë e ofendoj veten time sepse dua të flas troç. Dhe ai është i vetmi njeri që kur nuk më ka ulur, sinqerisht. Në fakt, kur janë bashortët shok të mirë, kështu na thonë, edhe unë kur ngrihem në mëngjes dhe nuk arrit do të shoh fytyrën time përpara pasqyrës, se nuk zgjohem kështu. Mirë që është Drini që thot sa e bukur je. E di që gënjen, por mua ajo gënjeshtër më bën me krah. Gjithsesi. Edhe qetësori e bën me Liliana. Po, edhe mua. Po Liliana është e bukur. Unë e di, Marsit, që nuk ka vetmi më të madhe, pavarësisht se ke një familje shumë të bukur, se sa mos ndihesh komode me veten. Lorin. Përshëndetje. Na ke shkruar. Rasti yt është i lidhur me një problem shëndetësor. Po, kam rreth 2 vite që vuaj nga diabeti tip 1, insulinovartës. Kam shumë kile mbi peshë, në fakt, që e vështirësojnë ecurinë e diabetit. Domethënë kam këto 2 vite që vuaj për diabetit dhe prandaj, domethënë mbi pesha më është bërë problem. Sepse mbas lindjeve mora kile, po kam 2 fëmijë. Njërin 7 vjeç, Henry dhe Ester. Me jetë gjatë. Faleminderit. Dhe mbas lindjeve fitova shumë peshë dhe domethënë fillova të rrëzoja avash avash, por me problemin e diabetit. Por mund ta realizosh njëkohësisht, pra edhe të luftosh diabetin, edhe nga ana tjetër të mundosh mos kesh këtë mbi peshë. Mund të realizohet apo kjo është një efekt kolateral gjithsesi i trajtimit që ti merr? Atëherë, fillimisht diabetit i rrëzon kilet, pastaj i merr shumë shpejt dhe është vështirë sepse ke ulje dhe ngritje të nivelit sheqerit dhe e vështirëson. Të pengon kjo. Sa do mundohesh që të mbash dieta, të lëvizësh, është goxha e vështirë. Kjo gjë të bezdis, Lorina. Ti je një grua e bukur. Faleminderit. Unë nuk e di, kur ti thua kam shtuar, unë imagjinoj sa duhet kesh qenë në një peshë që ti e konsideron normale. Sepse edhe kështu më dukesh një grua shumë e bukur. Faleminderit. Lorina, ja thash Marsidës që vetmia më e madhe është mos ndihesh mirë me veten, po ka edhe një lumturi tjetër dhe ne duhet ta pranojmë. Nuk është vanitoze për ne gratë. Është normale që ta ndjesh i përket vetes. Dhe ajo përkatësi në mendjen e secilit nga ne është ndërtuar sipas një stereotipi. Ju jeni të dyja gratë shkolluara, të mençura dhe jam e bindur që nuk niseni nga stereotipet e tmerrshme që bombardojnë gjatë gjithë kohës rrjetet sociale apo edhe mediat, sepse ndonjëherë nuk janë të vërtetë. Ndonjëherë nuk janë kaq të mrekullueshëm sa shihen. Por këtu bëhet fjalë dhe për arsye shëndetësore. Dhe për këtë arsye këtu do duhet dikush na orientoj. Një njerëz që e merr situatën në dorë, e zgjidh dhe thot Marsida. Sa është data sot? Kaq mars. Në datën kaq qershor apo nuk e di, çfarë fat? Ti do të jesh e kënaqur me veten. Dhe të njëjtën gjë i thot Lorinës. Tani unë dhe qetësori, ju dukemi se mund ta bëjmë këtë gjë për shembull? Mund ta bëjmë? Patjetër. Por ne që ta bëjmë këtë gjë. Kemi nevojë për një personazh që arrin ta bëjë në mënyrë perfekte. Nivelin e dështimit e ka 0.00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 0
Përshëndetje. Po të gjurë. Mos më thuaj që keni ardhur me asistentin tuaj kryesor. Ky është Frankli? Frankli. Më në fund në njohim. Mirëmbrëma Anila, mirëmbrëma. Mashkullin më të rëndësishëm të jetës së Anila Frankli. Kalleshit. Frankli. Hajde të më marr. Apo do risha për mami. Afroni qendra, Anila, pritëm pak më. Anila, mirë se na erdhe. Mirë se ju rigjeta. Ç'ndodh në qendrën tënde? Çka ndodhur këto javët e fundit? Mirë. Që nuk kemi folur dhe në telefon? Ka punë goxha, ka njerëz që janë të shqetësuar për mbi peshën, por vetëm një mesazh do doja, mos e traumatizoni veten, mos e shikoni mbi peshën si një gjë e tmerrshme, sepse ka zgjidhje.
sa për të arritur në momentet finale, nuk do doja që asnjëri të provonte çastet të tmerrshme. Anila Kalleshi një historinë e Marsidës, Florinës dhe vajzës me emrin Suela, në fakt donte të ishte anonime dhe ne kemi ruajtur anonimatin e saj, dhe sot ka një arsye që ka ardhur. Cila është arsyeja, Anila? Arsyeja është për t'ja realizuar ëndrrën këtyre dy vajzave, që unë vërtet emocionohem shumë dhe më vjen shumë keq që ju shikojnë në këtë mënyrë. Në fakt është edhe vajza që unë dua ta përshëndes, vajza që ju keni bërë shumë mirë që keni ndruar emrin. E kemi quajtur Suela, le ta thrasim Suela. Sepse historia e saj ishte vërtet e dhimbshme, një vajzë mbi peshë që kalon në anoreksike, pastaj në bulimike, dhe gjëja që më shqetëson më tepër, ajo e shikon faktin që ishte një fëmijë dhuruar dhe të gjithë ndoshta për kujdesin e prindërve të adoptuar, e shikon si një pengesë ndoshta në realizimin e dëshirës së saj. Unë kam vendosur t'ja realizoj atë dëshirë, kuptohet në këtë studio së bashku me dy gocat, të cilat shpresoj që do t'i rikthehet butëqeshja. Dhe unë kujtoj rastin e Suzanës, që në këtë studio i realizuan surprizën dhe solën pas disa muajsh. Suzana në fakt nuk e din sot që unë përsëri jam në studio, por kemi ngelur mikesha shumë të mira dhe edhe me rastin e Gretës, ndoshta në celular, ndoshta e kam celularin pak larg, po të lexoni mesazhet e saj, më thotë deri dje nuk mendoja që do të realizoja ëndrrën time, tani ti je ëngjëlli im. Frankli e shikon që mami nuk është vetëm ëngjëlli jot, është ëngjëlli edhe i shumë zonjave, tetave, vajzave të tjera. Je i lumtur për këtë gjë. Nuk flet Frankli. Frankli ka ardhur të shoqërojë Anilën, ka ardhur të kontrollojë situatën, dhe në fakt, po bëj një paralelizëm me kontratën, është noteri që do vullos këtë gjë, nëse Anila dështon, i ka llogarit për Frankli. Anil, ti një historinë dhe background-in e historisë e Lorinës dhe Marsidës, su kemi bëjmë me raste shëndetësore problematike. Ka përqindje suksesi, do me thënë sa shpresë mund t'japim sot Marsidës? Në fakt, okej, për vajzat absolutisht që ka shumë shpresë, për Lorinën më bëhet shumë qefi, sepse është një rast vërtet problematik, një rast i diabetit të tipit parë që unë vërtet jam e lumtur ndoshta që është përgjedhur për të trajtuar si rast, po kështu dhe për vajzën, por gjithsesi është një traumë post partiu, kështu që më ka ndodhur dhe mua, mund t'i ndodhë të gjithëve, është një histori ndoshta që do rikthehet shumë shpejt, edhe do më thuar që sa gjunaf që i kam derdhur ndoshta këtë lot, por duat t'ju them dhe diçka. Isha pas kuintave dhe po ju shikoja, edhe në një moment kur qetësori hapi atë blokun e madh të letrave të mëdha të surprizës, më ka ardhur dhe mua në zyrë me një blok të madh, dhe unë vendos për ata që në pamundësi, sepse do ishte e pamundur që t'i plotësoja të gjithëve dëshirën, t'i dhuroj nga një libër, Dieta jo vetëm, të gjithëve atyre që kanë shkruar për rastin e mbikëqyrjes. Se mund të bëhemi edhe kurator të vetes. Po, pse jo? Të lexojmë, të shikojmë se çfarë ndodh në organizmin tonë. Besoj që duke lexuar pak, duke shfletuar pak, të gjithë do arrim të realizojmë atë dëshirë, sepse është e pamundur edhe për mua ndoshta që t'i plotësoj pafundësisht. Unë zgjodha këto dy raste sepse vërtet mendova që ishin raste për të trajtuar, gjithashtu edhe vajzës së Suelës, patjetër, por shpresoj që së bashku do arrim shumë mirë. Lorin, je lumtur? Shumë faleminderit Anila dhe stafit Agon Channel. Shumë faleminderit. Marsit. Atëherë, e lëm kështu. Anila, kur do takojmë në këtë studio me këto raste, për të parë ndryshimin e parë? Në jem një afat. Unë jam nuk shkoj kontratën urgjent. Urgjent më thënë kontratë. Atëherë, vajza me sa di unë është nga Elbasani dhe unë dua kohë në dispozicion. Dua pak kohë, kuptohet, do me thënë që sepse do vi çdo ditë, do trajtohet. Nëse mua më jep mundësinë për ta trajtuar, besoj brenda muajit jemi. Pra, në një vjetorin e Marsidës, Amaris do të shohë një grua edhe më të lumtur. Ta cilësojmë kështu? Anila, unë falenderoj me zemër. Marsida, falenderit që na besove. Shpresoj që të gjej akoma më mirë herën tjetër. Lorin. Mikrofonin të çeçoni. Dhe kujdesuni për shëndetin kryesori, sepse për të tjerat mendon Anila Kalleshi. Anila, Faleminderit. Unë dua të falenderoj me shpirt dhe frankli, je me fat që ke një mami kaq të mirë dhe me zemër të madhe, sepse frankli, mamit ka bërë jo vetëm ty një djalë të lumtur, por sa e sa nëna dhe rastet të tjera, unë nuk mund të them më shumë, Anila ma ka ndaluar këtë gjë, por pas shumë surprizave që ju shihni këtu, është Anila Kalleshi.
Vetëm shpresojmë që të kemi një këmbë të ndarë dhe mos të na përsëritet rastet e Shpresojmë, Anila, po kjo është Shqipëria, jo në vogël, me të mirat, këqijat e saj, problemet e shumta. Frankli, kujdes, do më thuash nëse mami e arriti punën apo jo, Po më dakord? nuk më jep dorën? Plasi mirë fort? Ashtë. Okej. A do të thush Ja, diçka, dhe të marr notere. mikrofonin? Jo, të mos e shqetëso. Pa, e pse mos do të thotë Frankli diçka? dhe ardhur vetëm për të verifikuar në shok. Është serios? Franklin, sa Doje të vjeç je? thoshit diçka? sa vjeç je? 8. 8 8 vjeç. vjeç. Je në klasën e 2. 2. Çfarë të pëlqen të bëhesh kur të rritesh? Nuk e di. Akoma se kam Akoma nuk e menduar. ke menduar. Mua më thotë Edhe çunim se kam menduar akoma. Shkencëtar. Është fushë e gjerë, në fakt s'ka problem. Mirë është mirë, po shkencëtar këtu gjithsesi, derisa të bëhesh ti djali i madh, ne shkencëtar na duhen, Frankli, se duhen shpikur ca gjëra të reja. Për shembull, çfarë do jeti të shpikje? Një gjë të madhe. Më thuaj ti, çfarë do të shpikje? Gjëra që kanë ngel pa shpikur, ka bërë Gjëra sa që ka duash. sa të duash, Sa sa të të duash. duash. Anil, të falenderoj me zemër. Ju falenderoj. Dhe për herë të parë është një ekskluzivitet ky ynë, i shohim së bashku Anila Galleshi me dritën e syrit saj Franklin. Franklin, Mira, faleminderit. do të marrim telefonin për të verifikuar situatën. Kontrollo çdo gjë, dakord? Dakord. Falenderoj Anila Galleshin. Dhe Marsita dhe Lorina që shëndrojnë, shohim programin deri në fund. Të faktin, një Amaris është bërë e lumtur sot, se imja nuk është se nuk i shkojnë në shtëpi deri vonë. Kështu që të paktën njërin nga Amarisin.